shumëse dhe dalëse e qytetit në raport me autostradën me bypassin. Qendra e qytetit që këtu është jo më shumë se 2 kilometra. Dhe së dyti për vetë rëndësinë që ka marrë Spitali Memorial, sigurisht kjo është shumë e rëndësishme. Po të shikojmë gjerësinë është rreth 10 metra, ka krijon mundësinë e tre kursive dhe jep mundësinë që një prej tyre të jetë pothuajse e dedikuar ambulancat që mund të lëvizin drejt spitalit. Në pjesën andej të rrugës ne kemi parashikuar dhe është zbatuar një turbino 2 mishe e cila do të përballojë gjithë tullimin e zonave. Pra projekti është kompleks, nuk është puna se kemi parashikuar vetëm ndërtimin e rrugës, por jemi kujdesur që edhe kullimi të mos pengohet nga ndërtimi i kësaj rrugë. Shumë vite përpara ai ka qenë kanal Bullus, nuk e kemi eliminuar, e kemi futur gjithë në turbino 2 mishe në puseda kontrolli siç shifet. Dhe kjo do të krijojë mundësinë që edhe gjithë këto toka kryesore, për aq kohë sa mund të jenë të tilla dhe të vazhdojnë të prodhojnë, do të kenë mundësinë që të realizohet kullimi i tyre me sukses, duke derdhur te kolektori që është në fund. Kështu që shpresojmë për shumë pak ditë kjo të përfundojë, të jepet edhe pjesa e tapetit, sepse vetëm bindjen është vënë. Do të pastruar mirë kjo, do të bërë mirë. Gjithë këto pjesët anësore do pastrohen. Do të bëj bashkia këtë. Po, patjetër, bashkia. Kjo ka qenë një zonë rurale në fakt para disa vitësh. Tash është duke marrë këtë zhvillim. Kështu që besoj është një nga shumë punët që jemi duke bërë sa projektet. Përveç këtij është duke u zbatuar projekti për kanalizimin e ujrave të zeza dhe të përcjellësin në të dy zonat periferike të Firit, sepse qendra është e zgjidhur sot të flasim. Nga zona qendrore e qytetit sot ka ujë 24 orë. Por përfundimi i atij projekti do t'i japi dhe dy periferive, pjesës lindore dhe perëndimore. Ato që faktikisht kanë qenë rurale. Kanë qenë rural. Bile kjo pjesa këtej, Ngrostar Ferve, është rreth 300 hektar zonë informale, që është ndërtuar në gjithë këto vite dhe kanalizimi i ujrave të zeza dhe ujësjellësi e fut pothuajse në një fazë të rëndësishme të urbanizimit të gjithë këtë zonë. Fillojmë besoj, ka filluar këtë ditë pastrimi, hapja e vendit për fazën e 3 të Gjanicës, dhe ai është një nga projektet e shumë pritura dhe po të imagjinojmë ndoshta mbas disa muajsh kur përfundoj, ne krijojmë një shërbëtore rreth 5 kilometra nga jugu i qytetit deri në veri, plus pastaj kemi edhe një sër projekte të tjera që jemi duke zbatuar edhe me Fondin Shqiptar të Zhvillimit edhe me fondi çka ka tjetër këtu në këtë hartë këtu? Ne këtu kemi përveç fazës së 3 të Gjanicës që sapo ka filluar nga puna, kemi filluar nga puna edhe për një rrugë tjetër kryesore që do lidhi qytetin e Firit me Bregdetin, që është rruga e Darzezës. Duke bërë një rikualifikim në parkun e Apollonisë për të lidhur me bypassin, parkimin dhe hyrjen e parkut të Apollonisë. Ndërkohë që në gjithë pasaj pjesën përtej Fierit jemi duke bërë ndërhyrje në gjithë qarqe dhe në për rrugë me shtesat asfaltike, nëse rrugë me Caklanit apo në zonën e Ballçit, që praktikisht janë prekur të gjitha, ashtu siç në gjithë Shqipërinë, të gjitha pikat në territor për të krijuar një lloj sinergjie në raport me zhvillimin jo vetëm në zonën e qytetit, por edhe në zonat rurale dhe në zonat publikore.